Thotë Abu Hurajra, shkoi profeti alayhi salam në Varreza dhe kishte zakon I dërguar I Zotit vizitonte Varrezat shpesh. Dhe thot assalamu alaikum dar qaumin mu'minina wa inna insha Allah bikum lahiqun la wadidtu. Thot pasi jep selam, domethënë për banorët e varreve, selami I Allahut qoftë mbi ju, pra paqja e Allahut qoftë mbi ju, o banor të këtyre varrezave prej besimtarëve, thot do të kisha patur shumë dëshirë sikur të ishim njohur apo sikur të kishim jetuar dhe të ishim prezantuar me vëllezërit tan. Ata të cilët e shoqëronin, pra që do thotë që I dërguari I Allahut nuk ishte I vetëm në këtë vizitë, I drejtohen dhe I thonë, o I dërguari I Allahut, a nuk jemi ne vëllezërit e tu? Pra vëllezërit besimit, gjithmonë. Jo, I thot profeti alayhi salam, entum ashabi, ju jeni sahabet e mi, ju jeni shokët e mi, jeni shoqëruesit e mi. Ndërsa vëllezërit e mi janë ata të cilët do të vinë pas meje dhe do të pasojnë rrugën e tyre, o Zot na bëj prej tyre. Dhe do të pasojnë rrugën time, do të vinë pas meje dhe do ta pasojnë rrugën time pa mparë mua. I thonë I dërguari I Allahut, po si do I dallosh ti ata? Thot, a keni vënë re një person thot I cili ka një tuf me kuaj të zi ose me ngjyra të ndryshme, çfarë si ka, po me një ngjyrë, vetëm me një ngjyrë. Dhe në një pjesë, në lule të ballë, themi ne, domethënë zakonisht kanë një lule kuaj të bardhë, ose në trupin, mbi shpinën e tij ka një shenjë të bardhë, pra ka lezi, ka një shenjë të bardhë. Dhe të tjerë kuaj, domethënë tufë tjetër, e cila janë komplet të zi, ose një ngjyrë, vetëm një ngjyrësh. Thot, a nuk do I dallosh, pra kur këta janë të përzier, a nuk bien në sy ata të cilët janë domethënë me lule apo me shenjë të bardhë? I thanë, po I dërguari I Allahut, po si një diçka e tillë? Kështu dhe ummeti im tha, shenjat e abdesit, pra sa herë që marrin abdes, vezullojnë dhe shndrisin